Një çift që po planifikon shtatzani duhet të ketë parasysh që në organizmin e tyre duhet të jenë vitaminat dhe mineralet e rëndësishme që ndihmojnë për të krijuar një shtatzani të shëndetshme dhe për të nxitur fertilitetin. Për gruan, të rëndësishme janë e para acidi folik, hekuri, magnezi, omega 3, B12 dhe zink, ndërsa për meshkujt apo për partnerin të rëndësishme janë zinku, seleni, omega 3, vitamina D, kalcium dhe magnezi. Të gjitha këto vitamina dhe minerale ju mund t'i merrni me anë të suplementimit dhe ne sugjerojmë kombinimin e 3 suplementeve, siç është aksonol, folacin dhe kalcinol. Pse këto 3 suplemente? Aksonoli në saj të përmbajtjes redukton stresin, anksin që ndonjëherë bëhet pengesë për krijimin e shtatzanisë të gratë. Folacina që ka në përmbajtje acidin folik që është shumë i rëndësishëm për të parandaluar defektet e tubit neural tek foshnja, ndërsa kalcinol e sugjerojmë për gjithë meshkujt për të mirëmbajtur nivelet e spermës në normë dhe për të nxitur lëvizshmërinë e saj. Të 3 këto suplemente përdoren nga 1 në ditë. Aksonolin e sugjerojmë 1 kapsul në mëngjes pas ushqimit, folacinën 1 tablet në drekë pas ushqimit, ndërsa kalcinovin 1 tablet në drekë pas ushqimit.